Dhe kur flasim për pjesën e biznesit, nuk e çamson nga familjar, nga rrethi shoqëror, sepse po flasim për biznes të fortë. Unë po të rregoj një situatë nga jeta ime, pishëlleti disa. Unë nga rrethi shoqëror, nga miqt, thash, ore shiko, kam probleme me biznesin, kam një produkt shumë të mirë, por nuk po më shitet, si t'ja bëj? Dua të zgjeroj tregun, dua të eci përpara, por nuk po më ecën. Atëherë miqt më thonë, shiko, bëj këtë gjë. Edhe unë çfarë bëra? Mora një drejtor shumë të mirë, me 2 fishin e rrogës. Qa kishte tregu? 2 fishin. Edhe i thash, tashi, ky drejtori, ky do mi zgjidhë gjithë hallet. Do më strukturoj biznesin, do më bëj atë biznesin që ne themi scale, pra me të njëjtat kosta që ti ke, me të njëjtat burime që ti ke, si mund të bësh scale, mund të hypësh xhiron, pra edhe fitimin. Dhe ky super drejtori mua më prodhoi në 2 vjet plot 40.000 euro humbje, me shumë sukses, 40.000 euro të dokumentuara. Pse? Sepse unë mora një mësim nga miqtë e mi. Merë atë drejtorin e mirë, paguje mirë dhe ky do të paketoj, do të mobilizoj, do të strukturoj biznesin. Dhe kjo gjë ishte totalisht e gabuar.